Prefektja e qarkut të Vlorës Evis Sallushi ka thirrur me zitën e kësaj të martë Komisionin e Emergjencave Civile. Qëllimi i mbledhjes ishte tërheqja e vëmendjes për të gjitha institucionet, të cilat duhet të angazhohen për të nxjerrë në pas shkaqjet e përmbytjes, qofshin ato natyrore ose njerëzore. Të pranishëm ishin përfaqësues të bashkive Vlorë, Selenic dhe Himar, drejtues të lartë të policisë të Vlorës, ndërmarrjes ujësillës kanalizime rajoni Vlorë, operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, bordit të kullimit e të tjerë. Morëm pjesë në këtë takim. Prefektja e qarkut tha se nuk do të ketë më tolerime për çdo rast neglizhence në këtë drejtim. Allushi theksoi se duhet të fillojmë të mendojmë e të veprojmë seriozisht për ndërtimin apo mbushjen e argjinaturave pritëse, të cilat mund të ulin rastet e përmbytjeve serioze. Nuk duhet të mendojmë e të veprojmë për ato, vetëm kur uji i lumit apo i shiut ngrihet në nivelin maksimal, theksoi ndër të tjera në fjalën e saj prefektja. Ndryshe nga shumë vite më parë, ne kemi filluar të kemi frikë nga rënja e shqirave, ndërkohë që rënja e tyre është bereqet, është një bekim për tokën dhe gjithçka tjetër që zhvillohet nëpërmjet të mirave që sjell uji. Kemi frikë, panikosemi, dëmtohemi në terren, sepse veprimtaria njerëzore ka prishur ekuilibrat në tokë me ndërtimet pa kriter, me ndërtimet për interesa personale që u kanë bërë veprave inxhinierike të ndërtuara për të kanalizuar, mbledhur ujrat e shiut apo për të mbrojtur kur këto ujra kërcënojnë tokat dhe njerëzit. Të toleruara ndër vite dhe vite këto veprime njerëzore, edhe nga veprimet me dashje apo pa dashje të institucioneve shtetërore, që kanë patur për detyrë ndalimin dhe ndëshkimin e veprimeve të tilla. Përmbytjeve duhet t'i bëhet një rishikim në nivel lokal, duke nxjerrë në pa shkaqet, qofshin ato natyrore apo njerëzore. Tani që situata e vështirë u kalua, duhet të fillojmë, të mendojmë dhe të veprojmë seriozisht për ndërtimin apo mbushjen e argjinaturave pritëse, të cilat mund të ulin rastet e përmbytjeve serioze. Nuk duhet të mendojmë dhe të veprojmë për to, vetëm kur uji i lumit apo i shiut ngrihet në nivelin maksimal. Duhet të mendojmë dhe të veprojmë në ditë me diell për ditët që kanë rrezik përmbytjeje. Përfundimet që do dalin gjatë rishikimit do të çojnë drejt për drejt në iniciativa për parandalimin dhe lehtësimin e situatave, duke përfshirë identifikimin më të mirë të përgjegjësive për mirëmbajtjen e kanaleve, të stacioneve të pompimit dhe në përgjithësi të masave mbrojtëse dhe parandaluese. Në takim kanë raportuar të gjithë drejtuesit dhe përfaqësuesit e bashkive të pranishme në Komisionin e Emergjencave Civile. Konform detyrimeve të ligjit për mbrojtjen civile, të gjithë sektorët e mbrojtjes civile në bashki duhet të adresojnë kërkesat e tyre në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile nëpërmjet institucionit të prefektit me qëllim menaxhimin korrekt dhe ligjor të situatave të përmbytjeve.